Dje rreth orës 21:15 në Tetov, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov arrestuan një 43 vjeçar nga Tetova, duke vepruar pas një kallëzimi të mëparshëm nga bashkëshortja e tij, 42 vjeçare, e cila deklaroi se ai e kishte sulmuar fizikisht dhe me mjet të mprehtë. Sipas saj, gjatë një periudhe të mëparshme, ai kishte shfaqur sjellje agresive të përditshme dhe kishte kërcënuar atë dhe fëmijët e tyre. Dje në orën 16:45 në sektorin për punë të brendshme Tetov, një grua 43 vjeçare nga Tetova raportoi se në shtëpinë e saj pas një mosmarrveshjeje ishte sulmuar fizikisht nga djali i saj 26 vjeçar, nusja e saj 21 vjeçare, të dy nga Tetova. Ata janë thirrur në polici dhe me ta është zhvilluar bisedë zyrtare. Dje në orën 19:30 në Tetov, policia arrestoi një 40 vjeçar nga fshati Selc, gjatë një kontrolli në komunikacion në rrugët Boris Kidriç dhe Jane Sandanski. Ai u ndalua teksa drejtonte një automjet Volkswagen Touran me targa të Tetovës. Pas verifikimeve u konstatua se ai po drejtonte mjetin pa pasur patent shoferi. Automjeti është konfiskuar dhe ndaj tij do të pasojë kallëzim përkatës. Dje në ora 17:50 në rrugën Vllezrit Miladinov në Tetov u arrestua një 29 vjeçar nga fshati Regjisë së Madhe, pasi tek ai u gjet dhe u sekuestrua marihuan. Pas dokumentimit të rastit do të vijojë procedurë përkatëse. Dje në ora 11:40 në sektorin për punë të brendshme Gostivar, nga ndihma e shpejtë u raportua se në një shtëpi familjare ishte dhënë ndihmë mjekësore një 38 vjeçari nga Gostivari, i cili më pas u transportua në spital, ku në orën 14:40 ndërroi jetë. Mjeku konstatoi vdekje pa shenja të dukshme dhune, ndërsa me urdhër të prokurorit publik, trupi është dërguar për autopsi. Është kryer edhe inspektim nga ekipi i sektorit për punë të brendshme Tetov. Dje në ora 9 në rrugën Beliqica në Gostivar u arrestua një 29 vjeçar nga fshati Vrapçisht. Ai kishte qenë i përfshirë në një aksident trafiku me një automjet Opel me targa slovake dhe një kamion Mercedes me targa të Gostivarit, i drejtuar nga një 51 vjeçar nga fshati Banjice Poshtme. Gjatë kontrollit u konstatua se 29 vjeçari ishte në ndikimin e alkoolit 0,97 promil dhe po drejtonte pa patent shoferi. Pas dokumentimit të rastit, do të ngrihet kallëzim përkatës. Dje në orën 17:05 në sektorin për punë të brendshme Gostivar u raportua për një zjarr në një objekt ndihmës në oborin e një shtëpie në fshatin Banjisë së Madhe, pronë e një 70 vjeçari. Objekti u dogj plotësisht dhe u përfshin edhe 3 shtylla elektrike në pronësi të EVN-s Maqedoni. Nuk ka persona të lënduar. Zjarri u shua nga njësia territoriale zjarfiksve në Gostivar dhe është kryer inspektim në vendin e ngjarjes.